Dhiri e zoni, hayya ala salam, syrim bajti lutin, zemra më ka qam. Shikova minarën e vetës si thash, njeri unë mjerin, se shde pse nuk ra. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم حمدي تقول الله جل شانه وسلامات الجوش بمحمد صلى الله عليه وسلم جماعة النشر mirësegini ardhur inshallah Allah Taala ju shpërbleje për kohën që keni ndajt dhe për momentet të cilat inshallah Taala do t'i kaloj bashkë në këtë tribunë të parapame në xhaminë e fshatit Lok. Gjamati në rrugë, ashtu siç e keni përcjell, për gjatë 2 muajve kemi pasur në çlise të rregullta, të cilët kanë qenë si aktivitet i xhamisë, të cilët janë mbajtur në mektebin e xhamisë. E sot pasi e kemi në çlisin e fundit dhe e kemi bërë plan, do thotë që ajo mos jesë me çlis, por jesë tribunë në xhami bashkë me hoxhallar dhe mysafirët të cilët i kemi këtu përpara. Unë nuk e kam zgjas, po vetëm do t'i prezantoj të thotë mysafirët dhe t'ju informoj se kjo pra është ligjërata e fundit e pastaj se aprohet edhe në Ramazan dhe hym në Ramazan dhe këtë kemi parapar si ciklin e fundit të këtyre ligjëratave që kemi pasur në xhami, e inshallah Taala në aktivitetet tjera do të vazhdojmë përsëri me çlisët në fund të këtij viti inshallah Taala. Për mysafir kryesor, sot e kemi vlerin që ta kemi paranesh hoxhën e nderuar nga Kashaniku, hoxhën Fidai Fazliu. Hoxha Fidai Fazliu është edhe kryetar i Bashkësisë Islame Kashanik, se përkundrazi prej neve këtu në Maqedoni si kemi të ndame në miftini dhe kemi miftrina për qytetet e mëdha. Në Kosovë nuk i kanë me mifti, po e kanë vetëm një mifti kryesor për gjithë shtetin, ndërsa kanë në çdo qytet të madh kryetarët e bashkësive islame, kështu që është sigur në rolin e miftisë së Kashanikut, pa që nuk i thonë miftia e Kashanikut, po kryetari i bashkësisë islame në Kashanik. Hoxha Fidai Fazliu është
i njohur për gjithë ju besoj, sidomos për dritë të cilët ndjekin në rrjetet sociale, sepse hoxha elhamdulillah kontribut të madh është duke dhënë në rrjetet sociale, po jo vetëm ajo që duket që e shohim ne me ligjëratat që kemi nëpër internet, po hoxha ka dhënë kontribute të shumta që nuk mund t'i numërojmë, po ndër ato që kisha dëshirë të theksoj është edhe pajtimi mbi 100 gjaqe të cilët i ka dhënë në Kosovë, mbi 100 sa e pashun në internet dhe live ishte dikun para 2 viteve, ndoshta ka mbri edhe më tepër. Po ashtu hoxha ka dhënë kontribut edhe për ndërtimin e afër 150 shtëpive për nevojtarë në Kosovë e Magjër. Allahu Teala ta shpërbleje për kohën që ka ndalë që ta kemi mysafir sot dhe të menet. Po ashtu e kemi mysafir edhe hoxhën e nderuar Ali Zibeli nga Kondova, po jo si hoxhi Kondova sot këtu, po si referent i Miftinisë së Shkupit dhe si përfaqësues i Miftinisë së Shkupit, sepse kishim qejf që të kemi në Union Zyrtare, jo të bëjmë sheftas këto tribuna po në emër të Miftinisë, sepse kemi respekt të madh për Miftininë e Shkupit, po Miftia nuk ishte kohë që t'jese prezent këtu me ne, po e caktuar që t'jese Alia si përfaqësues edhe i intervenit edhe si përfaqësues i Miftinisë së Shkupit, Allahu ta shpërblej për kohën dhe për lehtë. Po ashtu mysafir e kemi edhe Hafozin e nderuar Xhemail Nuhiu. Hafozin Xhemail Nuhiu është nga Shkupi, po ashtu e kemi një prej lexuesve më të mirë, jo vetëm në Maqedoni, po që ka marrë çmime edhe në nivele ndërkombëtare dhe botërore. Po ashtu Hafozi është edhe drejtor i institucionit të hipsit në Shkup që funksionon në kuadër të Miftinisë së Shkupit që kanë qenë dikun mbi 10 hafoza drejtash. Allahu ta shpërbleje edhe të për kontributin dhe mundin që në atë institucion të rëndësishëm. Po ashtu e kemi edhe hoxhën e nderuar Besim Mehmeti nga Kërçeci, i cili funksionon si hoxh në xhaminë e Lisiçës, po ashtu punon në komisionin për raportet ndërfetare në Maqedoni dhe po ashtu ka qenë edhe antar i grupit Nur, një prej grupit të ilahive më të vjetra në Maqedoni, që ka qenë pjesëmarrës dhe pjesë e këtij grupit. Allahu t'i shpërblejë gjithë për kohën që kanë ndajtur të jenë këtu me ne dhe në smukrojnë këtë mbrëmje, që inshallah Teala të dalim të shpërblim në fund të këtij mëshlisit. Si fillim do të fillojë një herë Hafozi i nderuar me një pjesë të Kuranit, pastaj pas recitimit të Kuranit, fjalën do ta kese hoxha i nderuar, por i përshëndetjen e emrit të Miftinisë, pastaj do të këndohet një ilahie pa në hoxhën Besim, e pastaj do të kemi ligjëratën kryesore nga hoxha Fidaim, pas ligjëratës përsëri një ilahie nga ana e hoxhës Besim dhe në fund të përfundojmë me një ashire të Kuranit madhështor, inshallah Teala, Allahu që shpërbleje të gjithëve. Bujro namaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. نستضيف تقديم الأول والستين من الذين أثاروا حكومة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mësfari hamd dhe falënderim Allahu Gjelle Gjelalu për gjitha të mira të cilat na i ka dhënë, edhe për ta përjetimet të cilat na i ka mësuar. Përshëndetje dhe selamat më të përzemërta nga zemrat tona dhe nga ta zemra që dinën shpinë Allahut,
ja dërsojmë dhe ja dërgojmë mjekët më të dalluar në sipërfaqen e tokës Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik e burra dhe mbi gjithë ata që e ndjekin ta ndjekën Allahu xhalla xhelalu deri në ditën e Kiametit. Shumë i respektuar që sot ashtu dhe siç e përmendi edhe hoxha e nderuar, por ne këtu bashkarisht e presim me një mikpritje të ngrohtë dhe vllazërore, hoxhën e nderuar, hoxhën Ibrahim Efendi Fazliu, kryetari i Bashkisë Islame të Kaçanikut, që na vjen nga Kosova jonë e dashur, nga Kosova jonë e besës dhe e fjalës, e trimave dhe e burrave, që është i shoqëruar edhe nga referenti Ferhat Efendiu. Allahu t'i shpërblej për kohën dhe mundin që kanë dhënë të jenë bashkë me neve. I nderuari dhe shumë i respektuari, i cili është mbikëqyrë dhe ka mbikëqyrë prej fillimit në të këtyre muajve të bekuar, që shpresoj dhe besoj edhe gjatë muajit të bekuar të Ramazanit do ta keni mbushur me ambient fetar xhaminë e juaj, hatibin e xhamisë, Hoxha Shaban Efendi Tahiri, shoku joni, kolegi joni dhe një punëtor i cili vazhdimisht ditë të mbajë gjallë në xhami, shumë i respektuari Hafiz Efendi Aga Hafiz Adem, i cili ka shërbyer gjatë kohë në xhami dhe vazhdon të shërbejë, Allahu t'i jep shëndet. Shumë i respektuari i cili na i kënaqi zemrat tona me leximin e fjalëve të Allahut, Hafiz Xhamal Efendi Nahiu, një zë ëmbël i qytetit tonë të Shkupit dhe përgjegjës i Institutit të Hifzit pranë Institutit Shkupit, Hafiz Ismail Efendiu, edhe shumë i dashur Besim Efendi, i cili do të përkujdesesh për të krijuar një ambient shumë të këndshëm. Unë, ashtu siç e përmendi në fillim edhe hoxha e nderuar, padyshim që zën në vendin e Muftiut tonë të Shkupit mund të zë askush, por vetëm që ti shpalosi selamat e tij dhe ta përshëndes këtë mezhlis të fundit të mbillës të aktiviteteve tuaja së xhamia Çadër Llop, me lutjet e Allahut dhe xhelal që Allah t'i kënaqur për çdo aktivitet, edhe ai do të ishte prezant, por ashtu siç e dini, për shkak të angazhimeve tani pra muaj të bekuar të Ramazanit, por selamat e tij dhe sidomos për Miftiun e Kaçanikut tash këtë rast, ja përcjell për arsye që Miftiu nuk është prezant, por besoj dhe shpresoj që duat dhe lutjet janë për këtë mezhlis dhe çdo mezhlis që keni pasur në xhaminë e juaj. Unë vetëm ta përshëndes këtë mezhlis për arsye që fjalët kryesore do të takojnë mysafirit tonë në Kosovë, por vetëm një gjë xhamati i nderuar t'ua përmendi dhe t'ua përcjelli atë që e kam thënë edhe unë në sytë e mi. Vërtet, ju bashkarisht keni bërë një ambient shumë të këndshëm në xhaminë e juaj, dhe jeni bërë një jernek i mirë për ndërvejnë në përgjithësi dhe për gjitha xhamia e Shkupit. Për arsye që vetëm një gjë, asnjë gjë tjetër mos kishin marrë prej këtyre mezhliseve, vetëm bashkimi juaj në ata mezhlise flet më tepër se çdo fjalë jote. Edhe një gjë tjetër do të thënë xhamati i nderuar, Allahu xhalla xhelalu shkënon dhe krenohet me ju që keni bërë të mezhlise, e kush jemi na që mos krenohena edhe mos thulim fjalë lavdije për ta mezhlise që keni krijuar ta ndihmojnë. Ashtu si që ka përmendur pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, një ditë ishte duke ecë në xhami, një ditë ishte duke ecë dhe ka një grup të rish, ishin mbledhur në një vend dhe e pyeti ata se çka bën. Tha ja Rasulullah, tha ne e përmendim Allahun xhalla xhelalu dhe falenderojmë Allahun e madhëruar që na ka bërë musliman. Vërtet për këtë jeni mbledhur, vërtet për këtë jeni mbledhur, tha pasha Allahun vetëm për këtë jeni mbledhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thotë në fjalë fundit, thotë nuk ju veta për çditje që nuk ju besova juve. Nuk va bëra për çditje edhe një herë, ani ne për që keni një mbledhur, se bona me qëllim. Nuk e bona që nuk ju besoj, vetëm tha, po du ju tregu diçka që me jeti që
Gjibrili a.s. Dhe tha që Allahu Gjelle Gjelalu krenohet në këtë mezhlis. Allahu është krenar para melaqeve, para banorëve të qiellit, për mezhliset që krijohen dhe bëhen vetëm për ta përmendur Allahu Gjelle Gjelalu. Prandaj, lut Zotin e Madh, Allahun e Lartëmadhërisëm, ta mezhliset të shkohen në vendin tonë, edhe Allahu Gjelle Gjelalu të jetë krenar sa herë që ne do të bëhemi dhe do të mbledhemi. Allahu na i mësoft kur gjo asnjë gjë tjetër, vetëm se mëshira dhe rahmetin e Allahut që e keni përfituar në kësaj kohe, mjafton një krenari që e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo mezhlis që do të krijohet prej atëherë e deri tek njeriu i fundit. Allahu është krenar me ju, prandaj çdo lutje, çdo mund që e kanë pasur organizatorët, këshilli i xhamisë, Hoxha e nderuar, ta dini që ju jeni sebebtar që Allahu të jetë krenar me juve para melaqeve. Edhe ju keni krijuar ambiente xheneti kur mos e harroni që këtë. Ju keni krijuar ambiente dhe kopshte të xhenetit në xhaminë juaj. Prandaj këta xhenete është knatësi me ne. Edhe faleminderit Hoxhën e keni mësuar që ta përmbylli bashkë me ne këtu, të jemi edhe ne pjesë e këtyre mezhliseve me shpresë që Allahu Gjelle Gjelalu të na të bëjë në mezhlise edhe më të këndshme edhe më të mira, në mezhlise në krijen e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hoxhën e nderuar, mirë se na erdhe këtu në komunën e Saraj. Faleminderit që keni gjetë kohën dhe keni ndahur me kuaj juaj shtrenjtë për arsye që të prak muaj të bekuar Ramazanit, besoj që edhe ju jeni të mbushur me aktivitete. Allahu ju nderoft. Kërkoj ndjesë nëse kam shku dhe kam folë diçka për arsye që mos kam marrë fjalë Hoxhës së nderuar, faleminderit Hoxhën e nderuar edhe një herë. Allahu e bekoft ta mezhlise, Allahu na i mëson që të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit dhe ta korrim fitoren ashtu siç na ka hije si njerëz si musliman dhe si besimtar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dëshuri në zemër e kam, sikur unë askush nuk të don, veç një mësyme të pan, lumbofsha për ty Resul Allah. Veç një mësyme të pan, lumbofsha për ty Resul Allah. Selam të vëjtroje tona ja Resul Allah. Salam ka mërmallin e të ja Habib Allah. Kretum me ti ty të pason, dhe gjithë bota folin mirë për ty, emrit e zanin e jeshon, dhe prajo të sunneti jon. Emrit e zanin e jeshon, dhe prajo të sunneti jon. Selam të vëjtroje tona ja Resul Allah. Salam ka mërmallin e të pan ja Habib Allah. Shëndall tyra dhe mirë ja Nabi Allah. Ja Rasul ja
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahum dhul jalal e falenderojmë. Vetëm prej ti ndihmë dhe falje gjithë një kërkojmë. I qofsh mi falë për çdo dhundi, mirësi e begati që na i ka dhuru. Mirësi e begati që Allah na i ka dhuru janë të shumta sa që nuk kemi mundësi edhe për t'i numëruar. Po me tekst veçantë, në këtë natë veçantë, me këta njerëz super special, e falenderojmë Allahun dhul xhelal që ka mbjellë në zemrat e tona imanin e pastër për të. Iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi thellësisht të bindur se ka për t'i dhënë edhe ahiretin xhennetit tonë. Për shëndetit selamet, qofshi për Muhammed Mustafan, mësuesi njerëzis, ambasadori i rrugëzullit toksor, doktor i zemrave tona, njeriu më paqësor i gjitha kohrave, njeri që gjuha ti kur nuk ofendoj njeri, duke përfshi bashkëshortën dhe familjen e ti. Njeri që kur dora ti nuk u ngret ndaj as kujt, duke përfshi bashkëshortën dhe familjen e ti. Andaj dashurit e mi, vëllezër dhe motra, ky është Allahu dhul xhelal. Ky është profeti Muhammed alayhi salam. Këto janë udhëzimet dhe mësimet e Kur'anit azim shan, dhe i këtij duhet të rrugtoj dhe të vazhdoj muslimani. Shumë i dashur iman, referent, dashamir, gjithë të që jenë. Jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar që sonte jam i bashku me ju. Është hera e parë që po vinë në këtë vend. Është hera e parë që po hynë në këtë xhami. Mirë po këto ftyra të ndritura, të buzëqeshura, të dashura, humane, që po japin vetëm pozitivitet, këto baballarë këtanë, të cilët me mund, me sakrificë, na i kanë rujt gjuhën, traditën, kulturën, besimin dhe çdo gjë që e kemi, meritojnë që shpesh me i vizitu, edhe më shpesh me i taku, dhe me shkëmbyll fjalë, mendime dhe veprime që kemi nevojë për njëri tjetrin. Të dashurit e mi, imami në fillim tha me mujt mos me zgjat shumë në 20 minuta të folj. Na në gjëllarët janë nismi për pak, e vazhdojmë shumë. Po kësaj herë nuk do ta vazhdojmë shumë. Po vetëm dëshiroj t'i jap disa shkëndijë nga fjalët e Zotit, nga fjalët e profetit Muhammed, nga ulemaja, nga sahabët e Resulullahit, po edhe nga tradita jonë kulturore, familjare, kombëtare, që askund nuk bjen ndesh me parimet e shëndosha islame. Andaj, nëse është adaptu Islami dikon mirë, është adaptu të ne shqiptarët, se tradita jonë kombëtare dhe familjare është e tillë që nuk kundërshton asnjë parim të dinit të Zotit xhallashahu ve xhallaxhalahu. Andaj shqyrë që jemi të këtij. Të dashurit e mi, do t'i paraqes disa shkëndijë rreth atij generatorit që po na vjen, asaj lokomotive që e kemi në prag të derës për të na ardhur, atij diellit që do të hynë në zemrat e tona, e zemrat e tona kanë mall për muajin e begat të Ramazanit, se aty mbushemi e përmbushemi, aty ngushëllohemi, aty motivohemi, aty forcohemi, aty ne
lumturohemi, aty ne rrezim gjitha shkëndit e mira për këtë botë dhe për botën tjetër. Të dashurit e mi, vjen Ramazani më na tregon se më e rëndësishme është me qenë i mirë në qiell se sa në tokë. Alija Izetbegović ka thonë Allahu e mëshirot, ai i cili është nxënës i qiellit ka me perfekcionu të qenurit të mësues i tokës. Andaj vjen Ramazani më na thonë, musliman, shumë më të rëndësishëm keni më u kanë nëse jeni të njohur në qiell se sa veç në tokë. Musliman, mos u bëni rob të klikimeve dhe të paraqitjeve të dukjeve, po mos parit jemi nxënës të qiellit, të njohur në qiell, ku të na njeh Zoti, ju thot me lajkeve, e me lajket ju thojnë njerëzve, kështu me radhë vjen dashnia, respekti dhe bëhesh i njohur edhe në tokë. A mu ata cilët e kërkojnë njohurinë dhe dashurinë vetëm në tokë, shumë shpejt ju ikja dhe nuk e njas toka as qielli. Dashurit e mi, vjen Ramazani më na thonë mu dhe ty, vendi më i sigurt në tokë është sejdja, është namazi, sepse nga ky vend ndodh ngritja. Kur nuk ka mundësi me ngrit, një besimtar apo besimtare, pa i ra Rabbul Alaminit sejdë. Sejdja të ngrit në aspektin shpirtëror, intelektual, shoqëror dhe ekonomik. Kush dënë i post të katër ngritje, Allahu dhul gjelal sejdja, por vjen kjo lokomotiv, me na thonë musliman, ngritu një shpirtërisht, sepse nga njerë po di me qenë të mirë, më na shku loti, veç kur jemi në xhami, po jashtë xhamis, jo, po vjen Ramazani më na thonë, burr, ashtu qysh je i mirë që të në xhami, edhe në mejdan dush mu ka një mirë. Ashtu qysh po tregohesh i pastër këto, i pastër edhe në ambient aty, ashtu qysh po je i për ullur këto, i për ullur edhe jashtë aty në mejdan, me një fjallë po vjen Ramazani më në thonën, mejdani do të më ta vërtetu se kush jeti. Ramazani është dashurit e mi, një pesta islamit. Ky islam përbën do të mi 5 shtylla, e njëna për këto 5 shtyllave është Ramazani, sepse që kjo shtyll na forman, na vetëdijson, na forcon, na tregon, por më vonë ka pak të përmbajtur, se kemi pak një farë temperamenti. Mirë po vjen Ramazani na thotë, dush me qenë një përmbajtur. Zoti Xhaleshahu muslimanëve ja ka dhënë drejtimin e botës në dorë. Muslimanëve ja ka dhënë Zoti drejtimin e botës në dorë vetëm atëherë kur kanë qenë meritor. Pse sot nuk e kemi? S'jemi meritor. Vjen Ramazani më na thonë, ti dush mu formua, mu forcu, e me ngrit shpirtërisht, e intelektualisht, e me rregullu aspektin e ekonomisë dhe të forcës e drejtësijës, atëherë unë e ty të më të dhonë me drejtu botën. Për deri sa nuk i kiqe të, inshallah e të dit me drejtu shtëpia tonë. Ramazani për në thëtë, forcon, vërdison, krijon një kushte që ju me menaxhu mirë vetën e ju, familjen e ju, punën, aktivitetin, lagjen, fshatin, qytetin, komunën, shtetin, dhe me qenë për një pikë reference për morët njerëzit. Ju është bërë obligim Ramazani. Për çka më bërë?
për më bojnë devotshëm. E dashurit e me, çka do të thonë devotshmëri? Po du me përgjendje dy fjalë pak më speciale. Devotshmëri do të thotë korrektësi me Zotin. Kjo e parë. E dyta, puna dhe gatishmëri për të qenë gjithmonë nivel. Devotshmëri do të thotë punë dhe gatishmëri për të qenë gjithmonë, në çdo moment, në çdo kohë, në nivelin e atij qëllimit për cilin ka kriju Zoti. Për çfarë ka kriju Zoti? Për me adhuru. Ka mundësi më na i pranu Zoti pa devotshmëri. E devotshmëri do të thotë korrektësi dhe punë dhe gatishmëri gjithmonë me qenë nivelin e mësimeve të Zotit Dhul Xhelal. Sa jemi të përgatitur ne për me qenë të këtij niveli? A gjeni vjen për ta aftësu njeriu për qëllimin për çka e ka kriju. Musliman, je kriju për me adhuru Zotin Dhul Xhelal. Adhurimi i Zotit nuk bëhet veç namaz. Amoni u këta dojmë me post kristalizu. Adhurimi i Zotit bëhet kur unë kam sjellje brillante me prindëme, me bashkëshortën time, me motrën, vllahun, mikun, shokun, kolegun, ortakun, koqshiun. Kështu do të vjen. Dhe këto raporte duhet t'i rregullojmë. E dyta dashuritë e mia. Ramazani nuk është muaj për të kalu. Hajde se shkoj shumë shpejt 30 ditë, por muaj për të ndërtu. Muaj për të ndërtu. Ramazani nuk vjen vetëm si një datë thjeshtë e kalendarit, por një thirrje hyjnore për ta rregulluar të mbrëmshmën tonë. Ramazani vjen thirrje hyjnore për ta rregulluar të mbrëmshmën tonë. Shumica absolute prej neve shpesh lavdërohen dhe thonë, unë në zemër jam I mirë. Po, shumë. Se na nuk kemi asin regulatori, asin motësi, më ta motë zemën qyshe ki. Na gjykojmë qka po shumë. E kjo zemra është generali kryesor I gjitha gjyktyrëve tona. Pa thonë zemra, s'hapët gjuha. Pa thonë zemra, s'hapët syni. Pa thonë zemra, nuk shtrije dora, këmba, as gjanë nuk bëhet. Andaj në moment që ta rregullojmë zemrën, janë rregulluar edhe të gjitha gjyktyrët e tona. Këta jetë një ditë një djalë prej shkollës. Mësuesi I kishte dhënë një detyrë me gjetë filan shtetin në hartë. Po djali I klasën e 6 nuk mund të gjetë, absolutisht. Po e prit babën për të kthehej prej punës. Ramazan. Vjen baba, djalin fëmijën nuk I intereson problemet e tua që ai ke pasur. E kam problemin tim, ti problem kam, por ta I duhet më masë të gjitha problemet që mund të pas familja e shoqëria. Baba, e kam për detyrë me gjetë filan shtetin. Ndihmon. I logën, I mërzitur. Edhe për punë, do edhe për Ramazanit, ka pak dhe Ramazani I nëzajta pak që ja. A moni kërë që ta që nëzajta pak tonë, zotë të kësër që për se kërë, ishtë kësër qëra. Ramazani është më të këthjem, më një qetë, I rahatshëm, akter, I dashur, I busqeshur, bashkëpunuz. Njëre që ke honë Kosova, e për zotë I sot. Or na gjama, I nërgozu mja shpyn hartën djallet. E mas I farit u qëtësu pak ta bjerë hajtë dojnë me blem hartën, ta dhe ta gjejë shtetin. Ta jo babë e gjetën. A si e gjetën? Ta më ta shkytën, o babë, ta mbrapa, asoj hartës, ka qenë vizatu konstrukti trupi njeriut. E në bazë gjyhtyrëve trupit, e kam ngjitën hartën, ka I këshmite. Tha dhe ku gjitë vendin. O, ku marë tha në përfundim
diçka. Si po e bajshe bashkë njeriu, krejt botën për bashkëveshje. E si ta bashkojnë na vetën, po edhe njëri tjetrin, krejt botën e kemi fut veç në gjep dhe ja kemi dhënë në orientimin e mbarë. Të dashuri kemi më kanë përqyr një 4 ulema në Ramazan. Imam Ibn Rajebi el-Hambali ai thot, Ramazani është treg për adhuruesit, disa fitojnë e disa hupin. E po treg, ka një fiton, po ka një herë edhe hup. Veshën varët si e shfrytëzon. E shfrytëzove për varë, gjithmonë në tregun e Ramazanit kime fitu. E Hasan el-Basri thëjke, Allahu nuk e bëri Ramazanin garë për ushqim, për garë për vepra të mira. Sa një pjesë e muslimanëve e kanë largu garën ku është qëllimi dhe fokusi i Ramazanit. Sa një pjesë janë tryezat e tona, mos ka mrejt na i boshllë. Mirë po të që janë përmbushura për plot. Elhamdulillah i ka dhënë Zoti gjitha të mirat. Gjitha të mirat e në dhënë. Kur nuk kemi konë ma të pasën. Kur nuk kemi pas veshje ma të mirë. Kur nuk kemi pasën komoditet shtëpiak ma të mirë. Hamdi qoftë Zotit. Ama kur ma pesimista se tash nuk kemi konë. Gjitha i kemi. Lumëturia për në mungat. Duke prit minuti për me bojë farë, na fjallosmi me filonin, me këtë, me atë. Ata janë momente për të përmbush shpirtëresht. Këtu është gara. Jo, është e ftafa, po është e nëzajt kja pa ajo. E Hasan el-Basri e thejke kështu. Imam Kardavi, Allahu e më shirote, thejke, Ramazani nuk është muaj i dërbeta. Asë nuk është muaj i izolimit nga jeta, por muaj i ndërtimit, i aktivitetit që njeriu të jetë produktiv në shoqëri. Him kalendarin dhe e shohim historinë muajin e Ramazanit. Disfatat më të mëdha janë zhvilluar dhe janë fituar në Ramazan. Çfarë bën këtë hoxh? E po morë poshet në Ramazan. Qa kime bo? Veç ka me vjetë. Ja, nuk ashtë për demel e Ramazan. Hakni dyqanët në Ramazan. Hakni punishtët në Ramazan. Punani me ararë me mëngjesit deri në iftar. Ashtë bereqeti, ashtë vullneti. Ashtë begatia të mëdhet Allah. Gjallë shakë në buë, gjallë gjallë. Mustafa Mahmudi të i ke agjerimi nuk e dopsan trupin, por e forcon ndërgjegjjen. S'ka gjë më bukur se sa ndërgjegjjen na me pas të forcune. Keni vrejt atje në Evropë, nuk i thoi një imam, nuk se nuk me vandë, nuk më lënë ndërgjegjja. Nuk më lënë ndërgjegjja. Po dhe Allah i ka njerë dhe musliman, në qyrin ako kamera. Ja, se kanë kopelas për imamas për ndërgjegjja. E Ramazani vjen neve më në thonë, ej, musliman, forcon ndërgjegjjen, sepse për këtë ka dërgu i maldi Allah gjellë shanë në vojë gjellë. E treta me radhë, Ramazani në thëtë, ajo që e prish, më së shumëti, shpirtin e njeriut, është dëshira për të dukur i mirë në vend që të jetë i mirë. Ka dëshirë, unë mu duk i mirë. Shku duke ka? Qysh duke? Qysh kesh? Dëshira. Dhe këtë dëshira. Ramazani vjen më në thonë, ej, ti bëhu vetë i mirë. Ti dush më koni mirë. Mos ju besoj abdotave të njerëzve që mund të thoi njerëzit tyje. Ti e din se ki këtë regulatorin që ta tregon nivelin apo pulsin e meritueshmërisë. A je apo nuk je? Doshërit e minë, është pyet. Njani për imamëve në Shkodër, imam Ahmet Shkodra,
është pyetët një ditë njëri thot, si je aga hoq? Ai përgjigjet, po ty vende ti çfarë? Nuk e di. Pyeti të tjerë për mua. Ndërsa për të tjerët, nëse të intereson për të tjerët, hajde vetëm se unë të kallëzoj për të tjerët. Ramazani vjen më na thonë, musliman, keni informacion për vete. Edhe dhe njoftohuni me vetën e juaj, ma shumë se sa që po e njofton tjetërin. Keni vrejt për të rish me dikanë. Së mos na për lokalitetet ndryshme, bisedat janë filoni, asë dhe që ka dalë, nuk tani hitut me thonë, a më ka zënë dhe nëse për shpijet teme, se ty ben jam të t'i kurtoha. Mirë është Ramazani që po na vjenë dhe më na thonë, ju njoftohuni mas pari në vetën e juaj. Ramazani na sjell memorien, kujtesën e vërtetë, sepse më e keqja që mund ta koldas një popull apo një ummet është kur e harron të kaluarën, nuk ka kujtesë dhe nuk e njeh vetveten e vet. Kjo është më e rënda. Dashurit e mi, ne edhe si popull dhe si ummet kemi histori të shëndosh, të lashtë. Ne nuk duhemi me harru të kaluarën tonë. Për Zotin e lëmë, unë dhe ne që kemi studiun të kun jashtë vendit, na thëshim profesorët e tonë. Ne, juve shqiptarve, jemi t'ja këthy borgjin, se jo shqiptar ka kemi pësu neve. Krejt botën islame e kanë mësu shqiptarët, ulemaja e Shkodrës, ulemaja e Kavajës, ulemaja e trojeve tona e kanë mësuën. Na kemi bazë të shëndosh, po edhe në traditën kombëtare, botës i kemi dhënë leksion për burrëri, për qëndrueshmëri, për dashuri, për falje, për unitet, për çdo gjë. Nuk ka në rruzën e toksor ma pëndorë se që jemi na shqiptarët. Nuk ka në rruzën e toksor njerëz popull që janë ma të mençur, ma të aftë se na shqiptarë. Një të neve në të marë më nga kalëzun neve për parësit që i kemi dikush tjetër. Se na si besojnë për parësive tona që i kemi. Musliman, 33-a, mos u dërzoni, mos u friksoni, se na edhe nga aspekti kombëtar, edhe familjar, edhe shoqëror, edhe fetar, jemi të partë. Gjithmonë kokë lartë. Para askujt nuk mujna me të urpruan edhe me unë në grupën. Mirë, po të urprimi ma i madh vjen, kur na vetë nuk e njohmi vetën tonë. Dashurit e mi e katër tharë. Ramazani vjen na thëtë. Nuk bësh fetari mirë kur vetë se me dituri. Arma ma e madhe që e bartë muslimani është kjo. Shkona i ka largu dhe ka dash që kur në dorën tonë mos me rakë laks. Po e kemi rujt me fanatizëm, prindrit e tanë janë ekzekutu, janë internu, janë burgos, vetëm se kanë dasht me mësull leximin edhe mësimin, edhe me qenë pronar të lapsit, të shkollës, të librit, të fletores. Për këtë me të drejtë, më thot një profesori imi, Fidaim, kur mos del para mosës pa laps. Gjithmonë tregoju se Zoti ati që është mi falë, është betu në Kur'an. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Pasha lapsin dhe pasha vija që i shkru lapsin. Musliman, edhe kur dinin fotografi, gjithmonë vendos në këto lapsin, për çka? Me ditë se na jemi i partë të lapsit, të shamirës të lapsit, të librit, të mësimit të studimit. Allahu dhul Gjelal, dashurit e mi, nuk adhurohet me ignorancë, thot Mustafa Muhammed. Është shumë e frikshme që njerëzit
shumë e tërishme. Kur një njeri intelektual nuk ndëgjohet, bile sot bota nuk vun për njerëzve të këqetë, vun për të mirëve, për intelektualve, cili nuk reflektojnë, nuk e ngritin zonin, nuk dalin para mosës. E kur nuk dalë që një para mosës, ka me dalë që i ignorante. Për këtë arsye o te që ki njohuri, mos ja hap derën dhe mos ja lësho vendin ignorantit. Sa i mas shumë të ashtë, duke në i prishën harmonin tonë dhe po bohën njerëz me ndikim. Kush? Ignorantët. Ignoranca më e madhe sot është që është vesh me petkun e të diktorit. Kja është edhe më shkatërimtare. E Allahu na rujt, këta që e kanë veshën, petkun e diktorit, ama në realitet janë do të ignorant. Për këtë doshën të mirë, qetësia shpirtërore nuk vjen nga një jetë pa probleme. Ramazani në thotë. Qetësia shpirtërore nuk vjen pa një jetë pa probleme, por nga një zemër e qetë. Qetësia e vërtet nuk fitohet duke e rregullu botën rrethënisht, po qetësia e vërtet ndërtohet dhe krijohet duke e rregullu botën brendanish. Ramazani vjen me e rregullu botën brendanish. Prej shenjave të prishjes së një qytetërimit është se po i quajnë sot mashtruesin i zgjuar. Ai mashtrues më është i thënë shumë i mërqëmish. Vile djonin dhe kjo të vele i mërqëm po të da vele që. S'kemë mishë që do tjerja të qëtë. Sot është rrezikiman shturjes po i thojnë liri. Liri e veprimi, qka da, drupi saja, për i tina, qka da mënët me bo, shpia tina, fshati ti, logja tina, institucioni ti. Jo, nuk është qka kush. Sot, paturpsis, po i thojnë art. Vyqin e një vepra, turpshme, artist është. Dhe shfrytëzimin, po i thojnë ndi. Shfrytëzave. Se për këta ka thonë një me kredjatorë të rrugën për jakyve që t'ju joke. Se ata me njëre kanë me greb, dhe kur kanë të këthy, edhe kanë më kërku prej të e diqka. Për këtë arsye, shqiptari, muslimani, po gjallarë të para, që të mund tigra e ka. Tigër! Kur se ka leju vetën më bo dhepën. Me qërë dikën. Shka të të gjumë. Po që të mund tigër me i furnizu tjertë. Shka kanë qefë. Ondje kanë me pa popullin tim. Ummetin islam, aj tigri që i furnizon tjerë. Jo e adhej pra që pretë se shka po gjumë dikush do të tina. E para fundi doshurit e minë, Ramazani në thëtë, mos hesht ndaj të foljurit të së vërtetës. Kur mos hesht? Sepse, kur ti vendosësh frejnat në gojën tone, ata tjerë shumë frejka në ta vendosë sa marin që. Mos unal duke e folë të vërtetën, duke e promovu të vërtetën, duke e reklamu të vërtetën, duke e promovu të vërtetën, kur mos undalë? Me gjitha mekanizmat legjitime, duke mos i hyn hak askuj, duke mos e ofendu e lëndu askan, gjithmonë të vërtetën me proklamu dhe me promovuën, sepse bone ja vendose frejnat, vetë vetës në goj, shumë frek, ka më të vendosë sa marim, edhe qoj ku dujë dhe thërë ato vetë. Për këtë profeti Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë, nëse nuk i thyën, dikur e ka thonë këtë thonje, shku në qabe. Qabja ishte dhe thonë me 360 sa idoj, asi zëta puta, edhe i morën duke i thyën. E sa po,
duke I thyrë, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, nëse nuk I thyej I dhujt në mbrëmësit e zemrave dhe në thellësinë e mendjeve, rrëzimi përpara syve nuk ka kurfar kuptimi. Bënë një punë të madhe, e thymë këtë idhull. Mas pari du të me thyën në zemrën nëse e ke, edhe nëse e ke në mendje. Halo në shenjat komunizmit janë të na, edhe pse folën do 5 votët. Halo disa I kanë të shenjat I ignorancës edhe gjahiljetit. Halo nuk I kanë harruar. O burra, e pse se kanë harruar? Se veç I kanë fyrë këtë t'jashme. A këto në zemër halo e po. Ramazani vjen më në thoni, thy, largoj, ato I bëj, mas pari në zemër edhe në mendje tonë. Dhe krejtë në fondoshë, të mirë. Në vitin 1965, një imami në dritor, imami këti umetit, në bazajnë, Allahën në shirofë, fondoshë të mirë. Ashtu e matë në lejtë, ta pasë edhe ka kjo umet. Sa që kanë thonë nga vetja atyre qëtë qka, që veç unë edhe ti, ta kemi kashore këtë linë Zotit, edhe vetëm t'ja shpërndajnë të tjerëve. Mia po do shkujt e mirë, ata nuk kanë full shumë, kanë vepru shumë. Ata kur me hamendje nuk kanë full. Ata kanë jetu, e punu e nuk janë ushqy, vetëm në ja full një dituri. Na shpesh tujnë, qyshve me shumë me në gjumë Allah fitajne. Po unë jam hoqë që me ngu. Wallahi kam prezentu në për me gjlise të ulemave të mëllaj në botën islame. Wallahi e pasha Jusufën Kardafin, Allah më në shirot, e vendas këtë dorë në qëto dhe ojnë ke super për baba këtë për para, edhe ngoj ke këtë, të isha zera atimi për herën e parë që ta. A kjo është autorin 127 librave universitarë. Krejt bota, mësën dhe të pritina, por respekt për mexhlisin e dijes, respekt për kolegën, për studentin, apo për nxënësin e tina. Kja është madhështore, po shëpara vetës time, mësos, kja është respekt I madh që vjen më të ndëgju. Këtë respekt e kanë veç në shqiparët dhe në muslimanët. Djerë nuk e ka. E këtë Imam Ghazali, vitin 1965, e tha një fjallë që për shumë nuk u kuptu atëherë. Si kur që edhe sot nuk u kuptu, pa shmirë. E atëherë ka të më kundërshtu, pa e këshim pas kundërshtu pak. Thëtë, ndërtimi I një fabrike është, apo e ka të njëjtin shpërblim të Zotit, si kur me ndërtu një gjami. Po, ndërtimi një fabrike e ka shpërblimin të Zotit, si kur me ndërtu një gjami. Për këtë unë e pohi pak me një në nërresht. Amoni ku ofto ju kolego gjallarë, o ju studenta, o ju pres fetarë për gjithësi, o ju fetarë. Forcane institucionin e shkollës. Nëse shkollën e kemi të fortë, krejt institucionet e tjera I kena të fortë. Nëse shkollën e kena dopt, të gjitha institucionet e tjera I kena të dopta. Qata janë qëto. Nëse I kemi të mirë që atje në shkollë, edhe këtu janë të mirë. Nëse I kena dopt që atje, veç zhurman që I kena qëto, kur qonë qëto. Ata se kuptun, por a I dëshiroj ta lartësoj fjallën e Zotit, duke e nderu dijen. Dhe tha, pra në çdo xhaminje duhet ta ndërtojmë nga një fabrikë, shkollë, institucion zhvillimor. Po ashtu, pra në çdo fabrike duhet ta ndërtojmë një xhami, vetëm përmes bashkimit të besimit dhe të veprimit, feja e merr për masën e duhur dhe të vërtetë. Besoni,
Zoti Abdallah nuk i tha. Zoti e bashkan punën edhe besimin. Punën edhe besimin. Një musliman që det veç mu falë. Bilo më të geniali para një të bërgumi tha, po është pra në falë një qëndë në qonë, tha shas njës nga ka pranë mësë. Po qysh po të të aje ti e evidencë, po tha shas një aje pëse, një që të zëjtë zajtë më me shune për i ti e të. A ku ti pranë në mësë? Këta që lavdronë me reqatë e saj kanë falë, a moni ju guftë, mos e hami gëraj për falë, se këta nuk banë për për mësë të tyre. S'ka nevoj mi të reduar e sa reqatë e ku falë. I dini një mi Allah ati që është mi falë. S'ka nevoj dhe të të bile së të medita sotja që vinë me një abstrakt kukat. Për këtë doshrit e me, besimi, gjamia, Ramazani, vjen më në thonë, forcone, vetën me punë konkrete. E keqja sepse, e keqja organizume, apo e keqja organizohet shumë shpejt. Ma shpejt se sa e njëra. Pse? Se e keqja nuk ka parime, shumë shpejt organizohet. E njëra ka parime, kur do thot me vështërsi, do thot organizohet. Dhe krejt në fund, Gjemaluddin Afghani, Allahu në shiru, thot, mënyra më e mirë për t'i bindë perëndimorët, Islam është. Qëka që kemi të tonë dërë për e të vendim? Qysh me bindë me këtë kojshien tonë, më u falë? Qysh me bindë ta që sa shë muslimanë me shtinë Islam? Qysh me shtinë ato në Evropë që janë shumicë muslimanë? Po të cële është? Ka thonë me shahë për e jatë. Thëtë, së pari, duhet t'i bindemi ata që na nuk jemi edhe muslimanë mirë. Si t'i bindemi ata që na nuk jemi edhe bashkë muslimanë mirë, ata fillojnë me lexu Islamin edhe e pranojnë. Për këtë doshurit e me sot bota, edhe lokale edhe globale, nuk ka fort mundësi për shkak dinamizmit të jetës për të lexuar dhe për të shpletuar. Libër për ata tjerë janë unë edhe jetim. Ata na lexojnë neve. Hajde, vjen Ramazani, më na e rregullu librin të rrugës pjesë. Po që të vejtë, Zotit ta shpërblet që nuk e bashku Zot me këto ftyra të ndryshme. Allahu ta shpërblet që ke bo pjesë e krye koordinime të një film, po që Allah dhe kashur humanë në fundorë. Inshallah Zotit të gjëral në nëzën në arim Ramazani. Inshallah imam e Allah të gjëral në mbush zemrat, këtë iman dhe dashuri, e lumturi për ta prit me gëzimin më të mirë këtë muaj të vatë Ramazane. Allah inshallah na fut faqevarë e na nxjerr faqevarë. Inshallah mas pari, na i falë të prendë. Inshallah më të frikë. Inshallah imam e Allah na i udhëzon në kamën e tonë rrugën e drejtë. Inshallah Zoti na i shëron gjithë të sigurit të tonë. Inshallah Zoti na përkur gjithë për hajër edhe për të mirë. Faleminderit shumë për këtë edukat të ndërgjimit, ashmi u takoshmi gjithmonë për kësine e vëllë. Faleminderit të zhvillë, Zotë shpërvjetë, këshivat në dërpishme, në me afrëzim në këndër një shkaba, e cila ka të bërë me Ramazan. Dhe ndërgjidhe në shkaba me Ramazan. Mirëse dhe të me vizir, mbretim muajme të vitir, ti e përle më shire Allah, kedere me hapur dhe shpirka valahut. Merhaba ya şehru Ramazan, bir sen
Lufta e Bedrit fitore kënare, festoj në këtë muaj natën më të madhe, Lejletul Qadr nata madhështore, në ibadete ke mbetur prore. Merhaba ya shehru Ramadan, miserdeki në vendin ton. Elveda ya shehru Ramadan, ty të presim vitit që vijon. Një muaj me ilan nuk ka me nuk pi, dhe me plot në si falim të rami, tek bir pandër ple Allahu nërsoj, me salavat e Resulin kujtoj. Merhaba ya shehru Ramadan, miserdeki në vendin ton. Elveda ya shehru Ramadan, ty të presim vitin që vijon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Gjemat, falenderojmë mysafirët që na nderuan këtë mbrëmjen e zbukuruar me këshilla në zënat e tyre të bukur. Allahu me xhenet i paguje, edhe juve gjemat për kohën që ndatë, Allahu ju paguje me xhenet inshallah taala. Gjithë ata që kanë prezantuar edhe me shpisë edhe sot këtu që jeni, inshallah taala na luhet mundshme që këto na bëshojnë rrugë ditën e gjykimit, kur do të marrë veprat dhe asgjë nuk ndihmon as fëmia e as prindi, po të rrugojë vetëm punë e mirë, inshallah taala kjo të regjistrohet në punët tona të mira inshallah. Allahu ju shpërblet gjithë. Selamu alejkum. Urthiri e zani e janin shpëtim, isha përmalluar për ty zotim. A nuk erdi koha për me u pendu, mjeri unë i mjeri qka po ndo me mu. Allahu Allah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Allahu Allah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah.